jemi ata të cilët të keqen duhet ta ndalojmë. Nga se Omer ibn Abdul Azizi rahimahullah thot, dhe përderisa njerëzit e bojnë gjunahun fshehurazi, Allahu e dënon veç ato që e ka bojë gjunahun, ndërsa kur njerëzit fillojnë me e bojë gjunahin haptazi, Allahu azza wa jall i dënon edhe ata që e bojnë gjunahun, po edhe ata që janë të mirë dhe nuk kanë faj në atë gjunah nuk kanë marrë pjesë. Ndaloje të keqen me dorë nëse ke mundësi, nëse s'ke mundësi ndaloje me gjuhë, nëse s'ke mundësi me ndalu me gjuhë, atëre urreje me zemër, e kjo është e baraful iman, është prej imanit më të dobët me zemër e urrej. O ti njeri, o ti babë, a e dim pse ti nuk respektohesh, për shkak se kur e ke pa gjunahun, nuk e ke ndarë. Gjunahun në shtëpinë tënde, gjunahun në vendin tënd, gjunahun në familjen tënde nuk e ke ndalu, e Allahu te bareke ve teala e ban që fëmia jot mos me të respektu, fëmia jot mos me ta ndëgju fjalën, nga se ti nuk e hidhru kur janë shkel kufit, e Allahu te bareke ve teala. Ju e dini se në vendin tonë dhe shumë vende të tjera, festa me qujt ashtu feste e Shënxherxhit është mbarë dhe është festume të madhe. E dini se kur ka fillu tregtia e kurbanave, edhe për Bajram nuk e di a shesin qashtu, qysh kanë shqip për Shënxherxh, nuk e di. Burra dhe gra, fëmijë dhe pleq, zbashku me një vend, kanë kërcy dhe e kanë festu këtë fest. Me vullnetin e Allahut Azza dhe me sakrificën e hoxhallarëve është ndalu kjo fest. Bile nuk është marrë vesh, nuk është marrë vesh a Shënxherxh çka është. Në mesin tonë po flas. Mirë po për fat keq. Për fat keq, pra duhet me jashtëtu vëllezërit tonë, të cilët dëshiruan të organizojnë dhe ta kthejnë xahiljetin siç e ka kthy Amri kufrin në Mekën e pejgamberit alayhis salam. E po du me thonë të ndërruar vëllezër, se në mesin tonë është të zhdu kjo kategori e keqe. E disa prej vëllezërve tonë, se vëllezër tonë janë, mos e ktheni kohën e xahiljetit. Vendi për Kosovës, vendi jonë, nuk e pranon një gjë të tillë. Nuk e pranon një gjë të tillë. Janë vende të posaçme nëse patjetër duhesh me po, me argjetu dhe me ushtash dhe me hidhru Allahun, shkon vendet ku hidhrohet ati Allahu. Jo në xhami të u fal muzika këtu të kërsi. Jo në xhami të u fal, a dini ndërruar vëllezër, çka e bën muslimani dhe jo muslimani me udhëtu mes veti. Ai që falet edhe ai që s'falet. O të ndërruar vëllezër, me muzikë nuk afrohesh te Allahu. Me muzikë nuk pasurohesh. Pyetja ata që janë pasuru me muzikë. Pasha Allahu muzika të shkatron vepra. Muzika ta prish imanin. Për ata kujdes o vëllezër. Kujdes o rini e bekume. Nga se ju jeni e armja e këtij umetit, nëse ju prisheni, të plashkojnë, kush e mban pastaj? Kush e mban këtë din? A duhet me muzikë me mban? A duhet me rrahje dhe me drogë dhe me hashish dhe me gjëra që e dëmtojnë popullin me mban, qysh tani me mban? Andaj falenderojmë Allahun Azza wa Jall që na ka bërë musliman, elhamdulillah.